2024 ka shënuar një rritje me 35% të pagesave me kartë nga qytetarët shqiptar. Banka e Shqipërisë raporton se janë kryer mbi 64 miliard lek transaksione, ku më të përdorurat kanë qenë kartat e debitit. Banka e Shqipërisë bën të ditur se vitin që lan pas, numri i pagesave me kartë u rrit me 35% krahasuar me një vit më parë, ndërkohë që si vlerë transaksionesh arriti në 64.1 miliard lek. Referuar këtij treguesi, ndikim duket se kanë dhënë shtimi i numrit të lartë të turistëve, por edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për përdorimin e paras digjitale. Rreth 64% e numrit total të pagesave nëpërmjet bankave janë kryer duke përdorur karta debiti dhe krediti. Në fund të vitit 2024, numri i kartave aktive në qarkullim është 1.5 milion, me një rritje prej 5.4% nga viti i kaluar. Pothuajse të gjitha kartat kanë edhe funksion pagese krahas funksionit të tërheqjes apo depozitimit të paras fizike. Sipas Bankës së Shqipërisë, numri më të lartë të përdorimit të pagesave me kartë shfaqin individët me 93.5%. Në përdorimin e tyre mbizotrojnë kartat me funksion debiti, rreth 87.7%. Pjesën tjetër të pagesave me karta e zën kartat e kreditit, të cilat zakonisht shënojnë një vlerë mesatare më të lartë për transaksion. Përdorimi i kartave për blerje ka shënuar rritje të vazhdueshme si efekt të disa faktorëve të kombinuar, ku mund të përmendim rritjen e numrit të terminaleve, por dhe rritjen e numrit të kartave të emëtuara.